Ne kemi propozu që të bëhet votimi i fshet, për shkak që ka pas deputet edhe të subjekte të tjera politike që kanë shpreh interesim për me heq tutje edhe me kushtime. Kam ndaluar, domethënë që 18 herë nuk flitet për emër për kryetarat dhe kryetaret të guvernit, por për komisionin zgjedhor, në këtë rast për votim të fshehtë. Dhe është e përcaktuar në qartë në Kushtetin e Republikës Kosovës, ku thuhet se duhet të marrin pjesë në votim për kundër abstenim. Nëse dojna me hecë përpara, edhe me konstituu kuvendin, atëherë deputet duhet të votu. Si e përcakton Konstituta. Ne e presim dhe shpresoj që nuk do marrë shumë kohë të gjatë edhe opinioni i gjykatës kushtetuese në këtë drejtim, por mendoj që janë të qarta të gjitha rregullat, qoftë në kushtetutë, qoftë në ligjet e Republikës Kosovës, në asnjë një vend nuk shkruan që në formën se si fillohet votimi brenda seancës konstituive ashtu duhet mbaroj, vetëm thotë se në seancën konstituive mund të votohet me votim të fshehtë apo të hapur. Ne kemi propozu që të bëhet votimi i fshehtë, për shkak që ka pas deputet edhe të subjekte të tjera politike që kanë shpreh interesim për me heq tutje edhe me kushtime. Kanë deklaruar që të fshehurit do ta votojnë? Una? Kanë deklaruar deputetë të partive tjera që në formë të fshehur do ta votojnë? E ka thonë mes neve. Ata deklaru publikisht, ajo është çështje tjetër masandej. Ato janë çështje masandej, çështje të brendshme. Cila është ideja të vihet në kuvend ose vini vetëm njëri rendimin e gjykatës? Me të merat, se nuk mund të marrë dy pyetje të njëjtën kohë. Cila është ideja të vihet në kuvend të mbahet seanca të paguhen deputetët dhe jemi duke e pritur vendimin e gjykatës kushtetuese? Si po mendon? Këto janë procedura të cilat i respektojnë, të cilat janë të përcaktuara. E kemi të detyrueshme, domethënë, përcaktohet me rregullat e kuvendit ku duhet të mbledhet me çdo 48 orë. Dhe ne jemi këtu çdo 48 orë. Nëse ekziston mundësia, domethënë, edhe ka vendosur që një subjekt politik ta dërgojë çështjen në gjykatë kushtetuese, është pjesë e procedurës. E presim edhe vendimin, nuk mund të them vendimin, por opinionin e gjykatës kushtetuese. Ne vazhdojmë me rregullat të cilat i përcaktojnë ligjet, rregullorja e kuvendit. Apo jo? Urna? Ndryshime nuk pret. Po ne gjithë presim ndryshime. Ne kemi dhënë të gjitha opsionet për të dalë nga kjo situatë. Nuk ka vullnet. Tjetra, pyetja ndoshta duhet të bëhet edhe për opozitën. Për çka është opozita? Pse janë zgjedhur prej popullit? Ky është rezultati të cilin e ka dhënë verdikti i popullit. Edhe ata janë votuar. Edhe ata kanë përgjegjësi dhe obligime ndaj kuvendit edhe Republikës së Kosovës. Nuk mundet të thotë jo vetëm ju e keni përgjegjësinë, jo.